Këtu kemi vërtet dy fjalë, vetëm Flogert, dy fjalë se s'kemi kohë për debat, se vajti ora për 3 minuta dhe 23. Nuk jam ekonomist, por ditë them që nga Nano, tek Berisha dhe Rama, kanë luftuar se cili prej tyre për gjetur një investitor serioz të madh për këtë projekt, të 3 kryeministrat. Dhe qëlloj me fat Rama që erdhi Kushneri në këtë moment dhe dhëndri Trumpit dhe është super lajm për Shqipërinë, absolutisht. Bukur, Marsit? Shteti aksioner në Sazan, shteti aksioner në Sazan. Çiko çane. Dim që sa do fitoj, dim që? Nuk është bërë akoma publike, sepse ato janë gjëra që domethënë është hapur kompani. Është hapur si kompani, por unë mendoj që diplomacia më e mirë është diplomacia kur përputhen interesat ekonomike. Qose kujtohet dhe emisionet në scrolling kur kemi bërë dikur, kam përmendur këtë gjë që si ka mundësi që Italia marrëveshjet e fjallit e këto i bën me Serbinë, ndërkohë që në Shqipëri sjell kampe dhe për refugjatët ose ndërton kampe në gjatër për gjatë tilla. Dhe në këtë rast unë mendoj që një bashkëpunim i mirë i cili me drejtë që thotë profesori siguron mosënimin e territorialitetit dhe të pavarësisë, sigurisë dhe rendit, është kur superfuqit kanë investime të tyre këtu. Ose zgjatimet kompanive të tyre kryesore ose korporatave që janë këtu. Në këtë rast, kur kemi të bëjmë me njëri kaq afër me presidentin Trump, në cilën dhe shteti shqiptar është aksioner, mendoj që në një lloj forme është. Ti je dakord? Po. Ai tipi kush ishte në foto me Ivan? Kemi një dikotomi. Kemi një dikotomi këtu, sepse tema pak përpara ishte që Rama takon Trumpi nuk e takon Ramsesi, ndërkohë që ka edhe një biznes i cili ndodh me një afrimitet midis të dyve. Patjetër obu. Duket sikur jap të drejtë tezës Flogertit, por mendoj këtë gjë çani që nganjëherë këtu ze më shumë vende shpreha që gjua i është dhënë njeriu për ta fshehur mendimin ose të vërtetën. Në këtë kuptim, faktet flasin më shumë sa gjua. Qartë. Gjirisht, dy fjalë vetëm. Je pro kundër këtij? Jam pro sepse aleancat forcohen nëpërmjet midis tjerave interesave ekonomike dhe sot gjeopolitika është gjeoekonomi. Është mbretërit që shkonin dhe martonin, jepnin fëmijët e tyre për shkak të marrë. Serbia arriti të ndryshojë. Është pak a shumë kjo që vazhdon apo jo? Serbia bëra me zogu më? Ja, atë do thoja. Serbia arriti të ndryshojë marrëdhëniet e saj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës pikërisht sepse hapi portën e miliarda investime amerikane. Zogu gjatë kohës kur hodhi nga pushteti Fanolin dhe nuk ishte bërë akoma zgjedhje, kishte marrëdhënie të acaruara me përfaqësues amerikanë këtu, me legatë amerikane. Dhe dikush i zbuti përfundimisht, ose një nga faktorët e rëndësishëm, kompanitë amerikane që ishin të interesuara për naftën shqiptare. Kjo që arsyeja që u zbutën marrëdhëniet dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Naftën e cila sot po shfrytëzohet nga kinezët. Sot s'ka lidhje fare me ne, domethënë që atëherë deri tani ne me naftën s'kemi punë, vetëm e japim. Kështu që për mua është lajm shumë i mirë që kemi investitor nga Shtetet e Bashkuara. Të tre, Flogerti, Marsiti dhe Gjinishi janë pro Amerikanët me kompanitë e tyre po investojnë në skavicë të Dibrës. Këtu po investon dhëndri i një presidenti amerikan, i cili nuk do tjetë më president kur përfundoj ndërtimi i Sazanit. Por ky do vazhdojë të mbeti amerikan. Po Kushneri do vazhdojë të mbetet amerikanëve. Dakor, për si amerikanëve. Dakor, pra, sepse kjo trajt për të përmendur vjerrat dhe dhëndrat e dikujt tjetër këtu në Shqipëri e bëjnë, kurse kur vjen punat e dhëndrit Trumpit, nuk ka rëndësi që është dhëndrit Trumpit. Pra ka ta dhëndruar këtu që janë shumë të rëndësishëm t'ju përmendet vjerri. Po kur vjen puna për të përmendur dhëndrin e Trumpit, nuk ka rëndësi që është dhëndri Trumpit. Duhet kuptojmë. Janë dakord, ka një koherencë sa duash. Sebastian. Se kisha me ty Stebe, kisha me Çan. Sebastian. Kuptoj një gjë të rëndësishme. Për ta mbyllur, po pra, ne historikisht njerëzve të rëndësishëm i kemi dhënë nga një cop tokë, një cop det dhe diçka tjetër. Kjo është vërtet. Shumë mirë kemi bërë. Dhe në fund fare kemi përfund mos më dëri. Kur më bën viktimën më shkatron. Po mirë, mos rret. Plotësoj tekstin. Nuk fitohet asnjëherë miku. Më shif mua. Po pra, nuk fitohet asnjëherë miku në këtë farë mënyre. Në këtë farë mënyre ka ndetur në pushtet Zogu. Në këtë farë mënyre ka ndetur në pushtet Enveri. Në këtë farë mënyre ka ndetur në pushtet Berisha. Në këtë farë mënyre po rrim pushtet Rama. Në këtë farë mënyre po ikim për ditë shqiptarët. Pra se cili prej këtyre, një i shefit OSBE-s, një dhëndrit të dikujt, një ish kryeministri italian, i jep gjithmonë diçka.
një truall, një tokë, jo se ikën toka nga Shqipëria ore. Por këti i zgjate tjeta me ato lobimet që bën diku me këto gjëra që ndodhin. Se mos e bëj pra kur e kanë dorë, për çka ka luftuar deri që ta haj? Po në rregull, unë po them, historia na ka treguar këtë lloj gjëje. Kur të mundohesh na e shesësh që kjo është gjëja më e mirë e mundshme se ky është amerikan, par vjet kanë qenë sovjetik, par vjet kanë qenë italian që na pushtuan. Pra me superfuqi gjithmonë. Dhe kinez. Po ne nuk kemi as me superfuqin. Po kur kemi gjë, pse? Sepse ata cilët shkuan atje tek flamuri amerikan ishin po të njëjtët që nesër, Amerika të ketë problem, të shkojnë te flamuri kinez. Pra nuk bartin ndonjë vlerë në vetë. Po pse do të mbajë vlerë një vend gojimash me 2 milion banorë, më burse, edhe kjo është. E këtu ta mbash veten si një vend shumë i Ti e kupton çfarë vendi është ky? Po ka pasur disa njerëz të cilët kanë shënjuar diçka në territor. Për shembull, cilët janë? Më thuaj një. Sami Frashëri. Kush? Sami Frashëri. Çka ka lëshë shënjës? Temistokli Gërmenji. Çka kanë shënjuar ata për shembull? Ato kanë shënjuar që në këtë vend mund të bësh diçka. Mund të lësh një trashëgimi. Mund të lësh një shenjë. Kulturore. Po kulturore. Po këtu jemi në moment tjetër tani. Si e fare të momenti kulturor. Edhe politike, Shqipëria çka qen ç'është dhe çdo të bëhet është traktat politik. Dakor, po këtu kush ka shkruar? Këta që kanë po çka ka qenë Samiu? Samiu ka qenë rilindas. Po nuk ka qenë, or tani po flet për kryeministin, për udhëheqësit, apo ideolog. Po flet për intelektualët patjetër që mendojnë ndryshe mo. Pra kemi pas dhe njerëz të këtillë, sepse është legitimonti Ramsit katërt, fol me logjikën e njeriu që është i fuqishëm valla. Që të thotë, këtë Sazani do e jap filanit. Politikan, për interesa politike të mia. Ka qenë. Në këtë rast fiton dhe shteti thotë ai, fiton dhe Shqipëria. Politikan ka qenë. Pastaj fiton Shqipëria apo është histori tjetër, prandaj unë kam pyetjen. Shteti aksioner në Sazan sa do fitoj? Ja po them një gjë tjetër. Ka bë 2 gola me top. Edhe Port në Durrës, ku ja dha Alabarit. Po pra. Mustaf Mërlisa. Mustaf Kruja. Olbib Miraka. Qerembej Vlora. Medi Frashëri, e gjithë regjenca, meri dhe lexoj librat e kohës. Ato morën për sipër, po t'ish lexosh. Xhafer Deva e këto tjerë thanë, ne do të na cilësojnë tradhtar, kolaboracionist dhe çfarë do lloj gjëje tjetër. Por ideali i një Shqipërie të bashkuar është më i madh se sharja që këto do na bëjnë. Jam dakord me ty, po kjo shkruhet në pozicion e intelektualit. Jo, më janë politikan këto. Ernest Koliqi ka qenë politikan. Shqipërinë e bashkuar, për shembull, e premtoi Albin Kurti. Jo, e premtoi Albini më burr. Po mos ndërhy. Po le të ndërhy tani. Mos ndërhy, po avash o pa vash. Mos ndërhy. I ndryhve profesorit në sopat edhe. Po ç'është kjo muhabet kot tani mos ndërhy. Nëse ose mbi dëgjuar janë. Por fal Albin Kurti idealist o çan. A tha do bëj bashkim kombëtar. I idhull i zotris. Nuk e përmend mos i tes fare. Ja kaq. Pse nuk e përmend? Po pse pra pyet Sebin se ky rri me ata, nuk ri unë. Po pra. Logjika e Flogertit dhe të ngjashme me Flogertin, të cilët kanë vetëm një gjë që i bie në krah. Po tha Amerika i jep veriun e Kosovës, ti do japësh veriun e Kosovës. Dhe ti e shet të vend sa herë të dalin treg. Ti dhe të ngjashmit e tu. Pra e ka fajin Albin Kurti, e ka fajin Ahmet Zogu, ka fajin Traftari, e ka fajin ky. Gjithë jetën e ke bërë me të ngjashmit e tu. Gjithë jetën. Vetëm këtë, e thanë sovjetikët, do e shesim gjithë Mitrovicën, e thanë amerikanët, do e shesim gjithë jugun e Kosovës, gjithë veriun e Kosovës, gjithë kishat do i marrin serbët. Ky është mentaliteti, një shekull ke që e thua këtë lloj gjëje. Një shekull, kjo goj thot këtë lloj gjëje. Kur thot kjo goj se ka për ty, e ka për mendsinë e Flogertit dhe të Flogertëve. Kupton, fal tani, mund të flasun pa Pëlqen shpërthimi se gjithë historinë e Shqipërisë. Mund të them 2 fjali tani. Ishte kontekst historik. Nuk qëndron logjike. Mund të them 2 fjali. Dëgjoj, është utopike, jam dakord me ty, nuk ndodh. Sa thua, ti nuk e di se do të them unë se ndoshta bie dakord. Po jepi, po. Ndoshta bie dakord. Da? Dgjoj. Un kam bërë artin e të folurit në publik 5 vjet në shkollë me profesorin e nderuar të mati 2 herë mat, Kapexhiu. Po. Dhe të futëm në aktrimun tani, të bëj patriotin. Streha e fundit e atyre që Sebi e di mirë, është gjë më e lehtë në botë. Edhe të tallëm me 5 njerëz atje që thonë patriot ky djali. Po unë nuk kam dalë të tallëm me njëri. Aq më tepër tallëm një sekondë tani. Aq më tepër po marri armën edhe të kruaj shpinën me armën se nuk bëhet lufta me armë më, e pam si bëhet shpina apo ajo lufta apo jo. Nuk bëhet me armë. Me dron. Pra. Kështu që në këtë kuptim, ai di kush e ka marrë në qafë këtë vend? Kush? Sovranistët. Më thonë zë. Ku ka sovranistë më? Ja pra, sovranistët pra Albin Kurti pra. Ja, këto e kanë marrë në qafë.
Jo ato Po se kanë marrë qafë se s'ka qenë asnjë në pushtet sovranistët, vlla. Po, ja pra sovranisti, se ky... Po të ishin ku ta gjeje, por nuk janë. Ky zotëria mua po më fut të tradhtarët që unë kam mundësinë që për Amerikën jap gjithçka. Unë di një gjë. Unë për Amerikën i kam thënë drejt gjithë ditën Albin Kurtit. Por unë e di edhe një gjë, që sa milingona vrasun gjatë ditës, e kupton? Unë nuk e imagjinoj dot, sepse thjesht nuk i shoh. Tani ne jemi milingonat vlla. Patjetër. Është raport forca, çfarë them unë tani? Po ndërkohë Sebi edhe pse di që jemi milingona, thot ta çojmë zërin. Të bëjmë si kam takuar një ministër, ta mbrojmë. Takuar një ministër. Dakor, do të këndvështrim interesant i ministër të Albin. Po diku na çon kjo. Në qoftë se Kosova, në qoftë se Kosova është 20.000 kilometër katror, më fal, në qoftë se Kosova është 20.000 kilometër katror, se aq i deshti me nderja ta lën fuqitë e mëdha, nesër mund të mos jetë më dhe fare. Po mirë, shumë mirë. Dhe patriotizëm është që të ruajmë këtë që kemi, ore. Mos bëjmë gangsterin me ato të madhin e të humbim dhe këtë që kemi. Po ti e di që mënyra më e mirë. Po të shumë nuk bërtas do që janë patriotët. Mënyra më e mirë për të mbrojtur sulmi. Mënyra më e mirë për të mbrojtur sulmi, do të sulmosh që të mbrohesh. Mirë, po këto populizmat, këto patriotizmat falso, këto ulërimat, këto më duken. O Flogert, mbajtën... Se kam në shumër kur edhe kjo... Dershme o sep, nuk e kam me ty... Falë, nuk e kam me ty qartë të diçka. Nuk e kam me ty dhe ti nuk e ke me mu, sepse unë dhe ti nuk kemi vendim marë. Ne kemi këtë mendimin po. Kaq. Logjika është shumë... Jo, Sebi. Se të serosh prapë. E serojmë shtator... Ishe i qartë. Gjën shtator... Leta lëm në... Ishe lartë, sa ulim dhe. Me jaj, Shpërthimi bukuraj. Ishe shpërthimi bukur. Beta të thuaj logikën, sepse do mbete mendja pastaj do them pse se lartë Sebi ta thosh deri në fund. Thuaj o sa më shkurt me një fjalë. Kjo ne kam të kjo. Kjo pavarësi që ne kemi është vetëm falë Amerikës. Logjika që ne jemi me Turqit nuk ka në asnjë pjesë të historisë tonë nuk është se kemi pas ndihmë të madhe nga Turqit. Logjika që ne jemi me grekët nuk është se kemi pasur ndihmë të madhe nga grekët. Logjika që jemi me italianët, na kanë pushtuar italianët. Po një sekond ta përfundoj. Pavarësinë tonë kisha apo pavarësinë e Kosovës? Po edhe te e jona, edhe te e Kosovës. Pavarësinë tonë s'ka... Të vetmit, po pra... Nuk ka një mund të Grekut ka majt 1 milion shqiptarët, italiani po ashtu që... Nese, jo, nuk ka lidhje me ata. Po një tani mos i merr kështu të vendime të tjera. Një histori që kemi ne, e kemi me amerikanët. E kemi me ata. Nuk kërkon askush që ti të dalësh dhe ti thuash atyre që këtë bëje kështu, këtu futun luftë, këtu dil nga lufta, këtë do e bëj unë. Unë po them një gjë shumë të thjeshtë. Dhe ka qenë dhe do të mbetet krejtësisht e thjeshtë. Mëso nga 2 fqinjet që ke. Ke një fqinj grek dhe një fqinj italian. Mëso si të mbrosh interesat e tua. Mëso më si ti mbrosh. Në asnjë prej këtyre të 2 vendeve, po një sekondë, në asnjë prej... Kush është kundër kësajt në zemra ime? Si jemi kundër kësajt ne mor? Gjo logjikën pra tani po të them. Në cilin ishull të Greqis, gjen ti ku shkon Elon Musk, njeriu më i pasur në botë që i thon aman hajde blije. Po e morën se e bën film me Anthony Quinnin, filmin Zorba. Po bëhe film ti që ta nxjerrësh në Hollywood dhe kudo tjetër. Po jo ta kthesh Shqipërinë në një vend të Amerikës Latine ku unë nga Tirana nuk shkel dot më në Vlorë. Ka ishin Greqi që e kishte Rusi, po patjetër. Jo, kam bler prona ata, nuk ka lidhje, ata i blen. Nuk blen ishull. Nuk e fal njeri. Po pra e kam bler pra. Tani çfarë ndodh? Për të treguar që këtu ka rritje të ndërtimit, shifet çfarë të bëjnë, se është shumë e thjeshtë situata. Del ky oligarku këtu, del ai te ajo rruga atje, dhe fillojnë të ndërtojnë pafund. Vjen polaku, çeku, norvegjezi dhe blejnë të gjithë. Jemi dakord? Çfarë të ndodh në fund fare? Ky e mban 1 muaj hapur shtëpinë, 2 javë hapur këtë shtëpinë. Dhe të gjithë aparat pastaj ti merr dhe ti çon Norvegji, Poloni, Çeki, Gjermani dhe kudo tjetër. Shko bëhe pak të Greqi apo në Itali. Nuk e bën dot këtë lloj gjëje. Këtë është duke të bërë. Prandaj them që të paktën nuk e bën dot. Se ky është një debat që hajde ka fillim. Në Greqi dhe në Itali nuk e bën dot. Se ai të vë kush dhe të thotë të shtëpi do e mbash hapur 10 muaj. Të shtëpi do e mbash hapur 12 muaj. Tani do mlesh një sekond. Po jam ta po pse ti bizneset ruse, oligarkët rusë. Ore fal. Në Gjermani, në Belgjik dhe në Holland ka Argita Berisha shtëpi.
Argita jeton në Tiranë, i mban mbyllur të treja. Kaq pra. Gjithmonë është Berisha që ka një shtëpi diku. Po të dash një shembull që Tani, ajo që po mundo, jo një po tre. Ajo që po ka mundesën time, valla. Po më lejo ta them, në Greqi nuk bëhet. Në Itali nuk bëhet. Po nuk bëhet pra tani. Në botën globale nuk ka ekonomi të pavarur. Jo ka. Po nuk ka fare. Ka, është ndërvarur, është ndërvarur. Është ndërvarur. Po këtë Nëse është ndërvarur. Dëgjoj, Tani. është debat tjetër ky sepi. Ta urojmë atë sot Batonin, njeri i mirë është. Kë baton. E kemi mik të vjetër, Baton Axhiun, është djalë i mirë. Çfarë ka? Patëm me mua ka pas marrëdhënie ai me të gjithë kamadherë shumë të mira në fakt. Po çfarë ta urojmë? I martohet çuni, tani do mendi po flasim ne, po bëhet dasma, më erdhi nga një mik kosovar që kam, unë që e kam mik përbashkë dhe Batoni. Ti trashëgohet. Po martohet çuni Batonit vlla në Prishtinë dhe E mbylli me dasëm është e bukur. jo, ta urojmë të mund për çuni, trashëgohet çuni se duhet të jetë për babain, duhet të jetë ngjarje e madhe që të martohet fëmia. Absolutisht. Dhe për këtë mora vesh që ka është dhe Ramsi 4, është aty në momentin, në dasmën e çunit Batonit, sepse ata janë miq të vjetër apo jo. Dhe këtë e thash më shumë për të hequr gjithë të gojët e liga që kanë dhënë tani që Batoni është ftohur me Ramsin kohët e fundit nuk pret. Kështu e keni të gjithë gabim vlla. Ky është lajmi i sigurt, mos thoni si që shtek. Ramsi 4 është dhe ti vesh për dasmën e çunit është shenjë vlla. Kur ston për dasmën e çunit apo jo? Frimiteti, po. Shenja frimiteti është. As i mbret nuk jeton pa ushtarë, ça. Urime, trashëgimi. Edhe me atletet bardha. Dasëm thonë me atletet. Po mori vesh ti le diot. Më tha një zog. Bashkë ne të takohemi me kismet Zotit, të jemi mirë, se me gjithë kancera i vinë vërdall, gjithmonë kështu duhet me thënë. Takohemi në shtator, në korik ndërkohë do jetë, zonë e lirë do jetë këtu në MCNTV, të martë mërkur dhe të prende. Falenderoj shumë Flogert Muçën nga Lexo.al, Sebastian Zonjën nga MCN-ja, Emir Gjinishin nga Instituti Europiane këtë Universitetit të Tiranës dhe Marsit Gubin, avokat penalist, shumë i mirë, njeriu që në një farë mënyre është bërë sebeb, Marsiti le ta themi, për të krijuar të grupin që kemi ne këtu. Kishim dhe Gashin fillim, po Gashi zgjodhi rrugën e vet. Që i urojmë sukses dhe gjithashtu Gashit. Po duhet falenderoj Marsitit që u bë sebeb që të krijonte këtë grup, Flogerti, Sebastiani. Mirpresim ardhje të reja nga shtatorin që se do vazhdojmë emisionin. Unë ju dua shumë, ju falenderoj shumë të gjithë ju që na keni ndjekur dhe nuk jeni pak. Më besoni për të jeni shumë, se ju di, ju shoh, e di se kush jeni, e di se çfarë hani, çfarë preferoni, cilat janë hobet tuaja, i di të gjitha për ju. Mos pyesni se si i di. Dhe unë ju falenderoj shumë, ju kam shumë gjanë, nuk do ju haroj kur, do marri shumë malli tani, dhe në shtator, që nuk do shifemi bashkë, e pasere do më darin dhe lot, se njerës jemi. Por e një bindur që ne do jemi sërish bashkë, shumë prej nesh mund të mos jetë më, sepse Perëndia Zoti ka vendosur që di këta marri përpara. Që si ga do jenë fëmijët tuaj, do jenë njerëzit tuaj të afërt. Misioni vazhdon. Emisioni do vazhdoj. Zaniri do vazhdoj. Dhe po mos e mund të vazhdoj dikush tjetër në vendin tim. Miko Neneno për shembull mund ta bëj shumë mirë. Jo më ka filluar të bëj si Rama më burr. Do vdes karrige. Ke 20 vjet o burr. Nuk ti do jem apo do jem shtator do. E kapi. Si Rama. Si e kapi me çfarë përveç si Flogerti ai. Si e kapi më burr. Se ma hoqi, po pse ma prishin në fund, do thosh, ne nuk kemi këtu për të qenë. Janë të duar. Ne nuk kemi këtu për të qenë gjithë jetën, e kupton, një ditë do ndryshojmë. Kemi parë ty kur ke kapët tjetrin. Po gjithsesi trashëgohet çuni Batonit. I madhi do të jetë, se ka 2 çuna. Po ti nuk ftoj? Ja. Me i vajzë, me i vajzë. Te miksia, nuk vite miqtë ngushtë Batonit këtu, nga njerëz. Ai është shtat gjatësia me Ndërkohë të gjithë ju që ende i keni valigjet, po se keni vendosur akoma. Ku do ikni? Ku ti them të ikni kësaj radhe? Atë ku bëhet dasma? Përveç Kosovë, në Kosovë. Shkoni populloni Kosovën, sepse dëgjoj, atje është gjithçka, atje ndodh tani, atje ndodh gjithçka. Më dëgjoni mua. Pse të mos shkojnë në Rozhaja, burr? Ku bie Rozhaja? Rozhaja bien kufi me pen, Malzi, Malsia. Janë shqiptar atje? Patjetër, kanë qenë 24, tani i kanë shfaros, atje kanë ngel shumë pak. Shkojnë në Rozhaj. Krye veprën atyre. Të popullojnë Rozhajan. Po patjetër.
Lavën, guxin. I pranon njeri, i pranon njeri. Po si pranon njeri? Në Malzi, marrin dot letrat kollaj. Po rehati marrin. Të shkojnë Lugin për Preshevës. Po në Lugin Preshevës. Mimo, dakord, po tani unë them të mbaron njërë me Kosovën. Po ka shumë plumba, ta kam thënë. S'dien si po shkon ke punë herë. Ta kam thënë Prishtina ka shumë plumba, shumë sorra. Shkuptim. Që do më thënë? Sorrat e Bukur është. Është Prishtina është perlë, bukur është i mrekulli. Ato sorrat janë perlë, më bukur atje. Shumë e bukur. Juese zhurmë që bëjnë? Edhe jo vetëm zhurmë. Thjesht mrekulli, më bukur. E shikon që spondami do të sa është ora, 23:17 minuta. A i ke, të vërtet është. Falenderoj shumë stafin që e bën këtë emision këtu çunat që janë rreth Ollumeje tek operatorët që kam në krah, kam operatorin që është përban, falenderoj çunat e audios që punojnë me çunën e audios që punon me Ledion atje te regjia. Teknikët e tjerë nuk e di se çfarë punë bëjnë tamam, por falenderoj shumë që na kanë ndënjur dhe na kanë suportuar 3 herë në javë gjatë gjithë këtij sezoni. Falenderoj gjithashtu dhe gjithë ekipin drejtues të emisionit, duke filluar nga Marsida, që është administratorja që është një vajze shumë e mirë, domethënë, dhe që në çdo moment ditës po t'i shkruash përgjigjet më një herë. Falenderoj shumë. E gjendur shumë Marsida, shumë e mirë. Falenderoj Meksin, Endri Meksin, që është pronari i televizionit, i cili duhet thënë është një nga rrallët pronari që pse mos e themi. E kam thënë për atë Tan Sevranin e Telearbëris, që ka filluar këtë emision. Meksi është i dyti, që nuk do hynte që të lë të lirë të bësh emision. Deri tani është perle pa parë. Në një ambient kaq të infektuar, Shumë respekt për siç Meksi. është Shqipëria. Shumë respekt për Meksi. Duhet thënë bravo i qoftë. Është e vërtet. E që mos mbaj fjalime shumë, Faleminderit Ledio. falenderoj Ledios patjetër, Ledio dihet. Edhe mi Ledio kupton ka Enos. 22 vjet dhe Enos sigurisht. Enea Çanit, i cili përveç se është djali im, është Miku në jam. krah të këtij emisioni, është pjesë e stafit që na ka ndihmuar shumë me gjithë informacionet, sidomos ku bëhet fjalë për të çështjet gjeopolitike, ku ai ka një pasion të paparë. Edhe kë haruam tjetër që mos harrojmë. Sa haruam njëri. Jo. Se mos edhe Ilir Kulla, Alfred Cako, që janë pjesë e emisionit, dhe gjithë ftuarit e tjerë Mentor sigurisht. Beqen. Mentor Beqen, që pak na ka ardhur mentori, sepse është më shumë jashtë në Hungari, nuk e di pse shkon në Hungari shumë shpesh, Ka një kështu projekt. vetëm me këto të universitetit. Dhe unë them ta mbyllim këtu. Ledio, ta mbyllim me atë thuaje, me atë Tinki u ikim prapa, po ta mbyllim me ndonjë tjetër. Me timin. A? Me timin. Me Timin, Po. Jo, me tinin, jo me tinin. Tinin, Po, Tiny Tim, po. Tiny Tin. Tiny Timi ka apo Tiny Tim? Hajde bëjmë shqiptar, timin. E shikoni Timin e të shkoni tani. Është një këngëtar amerikan i shkreti, i cili ka vdekur, ka kohë që ka vdekur, po si ka vdekur do thonë ju, i ka rënë infarkt, pësoj infarkt duke kënduar në sken. Gjinda. Ne nuk kemi nxjerr, se kemi dhe videon se si bie, se si vdes në sken, duke kënduar, është një gjë e rrallë shumë, se si duke kënduar, paf bie kështu dhe vdes atje, dhe hop ngrihet njerëz se shkret në koncert Frogert. Është për të qarë, është për të qarë, po ndërkohë dhe për të qeshur kur dëgjon zërin e këtij njeriu se si këndon. Ne kemi marrë Ta një vdekur në mënyrë dinjitetshme. në sken vlla. Aty ku duhet. Si Berisha, si Ramsi IV, si këta njerëz që vdesin në krye detyrës vlla. Edhe jo vetëm këta. Edhe unë. Oh, tiptoe through the window, by the window, that is where I'll be. Come tiptoe through the tulips with me. Oh, tiptoe from the garden, by the garden,